Përshëndetje të gjithëve. Mirë se u rikthyet në faqen tonë, a e keni ditur se? A e dinit se disa nga zakonet tuaja të përditshme mund të jenë duke ju dëmtuar? E vërtet. Sot do të zbulojmë 7 gjëra të zakonshme që me shumë mundësi I bëni gabim çdo ditë. Qëndroni me ne, sepse rregullimi I tyre mund të përmirësojë seriozisht jetën tuaj. 1. Përdorimi I tepërt I telefonit para gjumit. Ajo drita blu ndërhyn me melatoninën dhe e bën më të vështirë gjumin. Provo të lexosh një libër ose të meditosh. Vetja jote e pushuar do të falenderojë. 2. Qëndrimi I keq në tavolinë. Qëndrimi I keq nuk duket thjesht përtac, por shkakton dhimbje shpine, dhimbje koke dhe ul produktivitetin. Qëndro drejt, mbaj ekranin në nivelin e syve dhe bëj pushime për të ushtrirë. 3. Shtypja e butonit për të shtyrë alarmin. E kuptoj, ato 9 minuta shtesë duken të mrekullueshme, por shkenca thot ndryshe. Kur e shtyn zgjimin, truri ngatërohet mes gjumit dhe zgjimit, duke të lënë edhe më të përgjumur. Në vend të kësaj, vendose alarmin në anën tjetër të dhomës që të detyrohesh të ngrihesh. 4. Mos pirja e mjaftueshme e ujit. Numri 4. Pi kafe gjithë ditën, por haron ujin. Dehidratimi shkakton lodhje, dhimbje koke dhe madje lëkurë të keqe. Mbaj një shishe të ripërdorshme dhe syno të pish të paktën 8 gota në ditë. 5. Kryerja e shumë detyrave në të njëjtën kohë. Mendon se je mjeshtër I të kryerit të shumë detyrave në të njëjtën kohë? Lajmi I keq është se truri yt nuk është ndërtuar për këtë. Kalimi mes detyrave ul efikasitetin. Fokusoj një gjëje në një kohë për rezultate më të mira. 6. Anashkalimi I ushqimit të mëngjesit. Mendon se po kursen kalori, por në të vërtetë po ngadalson metabolizmin. Edhe një leng frutash apo disa fara mund të japin energji për ditën. 7. Neglizhimi I shëndetit mendor. Stresi grumbullohet dhe të pretendosh që je mirë nuk ndihmon. Merr 5 minuta çdo ditë për të shkruar në ditar, për të marrë frym thellë ose për të folur me dikë. Zakonet e vogla bëjnë një ndryshim të madh. Sa nga këto I ke bërë edhe ti? Më trego në komente. Nëse kjo video të ndihmoi, pëlqeje këtë video, abonoju dhe shtyp zilen që të mos humbasësh më këshilla që ndryshojnë jetën. Shihemi në videon tjetër.